pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje duhen konsultime. Pra nuk mund të vinë te një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhje e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë parapar një situatë se çka ndodh në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me i verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do të jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato. A do tjetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjell në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet, por natyrisht mund të ketë edhe propozime tjera. Prandaj jemi këtu për të gjetur zgjidhje, për të ofruar mundësi dhe për t'i kryer detyrat tona si deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk kemi mbri ende në atë pikë. Do të thënë kur të mbrim të ajo pikë siç ishte deklarata ime më hershme. Si të mbrim të ajo pikë do ta shihni edhe kush është emri apo propozimi për kryetar apo kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Vetëm edhe një herë, neni 26 kërkon që ministrat, kryeministri duhet të dorëhiqet. Unë ju kam thënë edhe në konferencën e 15 prillit. Ne e kemi bërë këtë. Pra, para certifikimit të rezultateve zgjedhore, ne kemi njoftuar kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ne e pranojmë mandatin e deputetit. Dhe hera e dytë është kur ne, para seancës konstituive, i kemi drejtuar dorëheqjen kryeministrit Kurti dhe me të njëjtat dorëheqje kryeministri Kurti e ka njoftuar kryetarin e Kuvendit. Ky është aspekti formal që ne e kemi bërë për të theksuar që e kemi përmbushur kërkesën që gjendet në nenin 26. Keni parasysh. Këta që sot thonë që qeveria, shteti duhet mbetet pa qeveri, që është komplet qëndrim i pajustifikueshëm, i pabazum as në praktikën e Kosovës, as në ndonjë praktik tjetër, dhe në shpërputje të plot edhe me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. E ka përmendur edhe kryeministri Kurti, i kemi përmendur edhe ne. Edhe sa ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, është debetuar si deputet, ka vazhduar të jetë kryeministër në detyrë. Edhe Ramush Haradinaj njësoj ka dhënë dorëheqje, ka mbetë kryeministër në detyrë derisa ka ardhur qeveria re. Edhe ja ta sjell edhe argumentin tjetër. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që qeveria Hoti është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. A është kështu? Mirë po ka thënë, vendimet mbeten fuqi, pavarësisht që ishte votuar në kundërshtim me kushtetutën, për shkak të sigurisë juridike vendimet mbeten fuqi dhe qeveria në detyrë mbetet deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra një qeveri e cila është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. Pra, neni 26 të cilës po i referoheni, kërkon dorëheqjen tonë, ne e kemi bërë. Çka tjetër duhet bëjmë? Këtu është e hapur tendenca e opozitës për të bllokuar Kuvendin. Vetëm një mendim shtesë nga ajo çfarë tha ministri Haxhiu. Nuk është dorëhequr qeveria në rrethana të jashtëzakonshme, ka skaduar mandati. Ju lutem se po bëhen vazhdimisht
përzierje të krahasimit të situatave dhe rrethanave. Qeveria Kurti 2 është qeveria e parë në Kosovën e pavarur që e përfundon mandatin. Pse gjithë ky krahasim ose gjithë kjo ngarendje me jo, ne na thon, ne insistimi për dorëheqje shkon, do me thonë, disproporcionalisht me atë se ju se themi ish kryeministri Hoti nuk ka dhënë betimin derisa se ka dorëzuar detyrën. Ne jemi duke folur për situata krejtësisht të ndryshme. Jemi duke folur për një situatë normale. A është normaliteti standard që duhet ta pranojmë? A është normal? Në asnjë vend, një kryeministër i cili e prezanton edhe dorëheqjen qoftë ajo edhe jashtë mandatit, nuk ikën nga zyrja derisa të vjen dikush tjetër për t'ia dorëzuar mandatin. Veç një pyetje, lutem. Po dakor. Cili nen shkruan që shteti duhet mbetet pa qeveri. Shtetuta e Republikës së Kosovës. Shtetuta është mbi ligj. Shtetuta është mbi ligj. Shtetuta thotë që në momentin që kryeministri dorëhiqet, qeveria bie. Si së Edhe një herë dhe po vazhdojmë. Unë po përgjigjem në të fundit e do të kemi paraqitje tjera. Ne a bën po, veç përgjigjem kolegëve tuat, lutem. Nëse dëshironi me pas përgjigje, duheni me mbajt rrugë. Tani po na hidroni se dikujt i përgjigjem, dikujt jo. Pra, edhe një herë, ne jemi të gatshëm. Veç merr universi me njëri tjetrin edhe ne jemi dakord. Edhe një herë. Është duke përgjigj dhe një argjë. Ne jemi të gatshëm që ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe janë disa zgjidhje përpara, unë e përmenda vetëm një. Por mund të ketë propozime tjera. Për shembull, mund sërish ose të krijohet, themelohet një komision i ri për verifikim të mandateve dhe ta shqyrtoj raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rekomandoj seancës për votim, ose komisioni që e ka kryp këtë punë fillimisht në seancën e 15 prillit ta bëj punën e njëjtë. Pra, jemi në një situatë të tillë. Ne kemi propozuar këtu, por që ata e braktisën takimin konsultativ. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ketë unifikim të qëndrimeve të grupeve parlamentare. Ne jemi gatshëm që të betohemi si deputet, ta bëjmë betimin pra si deputet, të propozojmë emrin e kandidatit për Po nëse asnjë një apo vota, pse nuk e fokusoj se ka votim sot, sepse ju po 51 sot kishte. Shishoni vetëm pak. Edhe një herë në aspektin procedural. Ju lutem, a ka mundësi që ta kthejmë aty ku shumica e pyetjeve të kësaj jane të paktën të djathtas janë. Pse su rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare ose një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjen e komisione. Ju ka prezentuar seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rrëzu me votë, ndërsa për procedurën tutje duhet të deklarohet. Nuk munden me thonë veç hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as siç çka do të bëjmë me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi siç e përmenda më herët për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata që nuk votuan. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Regjepi. Ne jemi tani të gjithë deputet që presim të bëjmë betimin e pastaj të prezantohen koalicione. Faleminderit. Jam përgjigj, i kemi votat. Faleminderit.